Shqipërisë. Në një moment që unë vi në Shqipëri, më vështirësohet më shumë jeta, kuptime më shumë për çështje burokratike, të vështirësohet jeta sepse për një gjë, një delivery, këtu nëse porosit diçka të vjen me një herë në shtëpi, domethënë të vjen shumë shpejt. Në Shqipëri kishte pak problematik sepse përtonin shumë këto të delivery ta sillnin gjën deri tek dera e shtëpisë. Gratë trajtohen shumë mirë, të paktën vendaset trajtohen shumë mirë, mbahen në plumb të dorës, më sa unë kam parë. Një grua ka kujdestaret e saj në kuptimin që ka disa persona që kujdesen për të, ka një shofer personal, ka 2-3 dado që i vinë nga pas, thjesht edhe për t'i mbajtur çantat. Bashorti e vlerëson shumë gruan, gruaja është mbretëresha e shtëpisë, kjo është shpreha që unë kam dëgjuar shumë këtu, dhe sigurisht çdo gjë e bëjnë, për çdo gjë ka ndihmë. As nuk poshtrohet, as nuk nështrohet. Dëshira e saj për të veshur me veshjen tradicionale. Këtu të gjithë vishën me veshjen tradicionale. Ai mund të ketë azëm, të jetë shumë i pasur, por zgjedh të veshi me modesti veshjen e tij të kulturës së tij, ashtu siç edhe femrat. Nuk ka diçka që ta shohun si poshtrim, përkundrazi, unë këtu kam kuptuar se sa shumë i vlerësojnë femrat, ndryshe nga vendet e tjera. Të huajt i shoh që janë më të lumtur këtu, kuptimin edhe të feve të ndryshme, kush vjen këtu se kur i bëhet më mbar, mashallah, se mos të flasim për padashe, mund të vendosim syrin e keq, por që të huajt jetojnë më mirë se që jetonin të paktën në vendin e tyre, dhe madje dhe atyri është bërë mbar që të kenë ndihmës në shtëpi, në punë, etj. Me fëmijët. Kështu që ka shumë nacionalitete në të gjithë botën që shumica janë nga vendet e lindjes, siç është Pakistani, India, janë nga Filipinet shumë, por ke edhe pastaj vjen pjesa e emigrantëve të tjerë, siç janë nga Amerika, nga Europa, nga Australia, ka shumë domethënë. Dhe shpeshherë këtu mund t'i dallosh dhe dialektet nga dialektet anglisht i quajmë ne, për shembull anglishte filipineze, apo anglishte indiane, apo